Pensionet push, pa rrogat push. Së më del pensioni, me djallë me asikrujem ka te para vitit të rinjë me qikë 3 antar, mos më mjafto pensioni kur që. Rryma, uj, bërlogu, zemja, tatimi, shumë. Se nëse vazhdon kështu, do të ketë shumë krizë. Do të blokohet krejtë dhe bizneset të të njën, ta që ka me ja mojtëna, ka me shkuna, pa biznesin nuk bënë. Do të punë shumë e fjallë pak. Ndetje? Jena pri Kosova Infos edhe sot e kena temën çfarë bojnë qytetarët kur çdo ditë rritën çmimet. O rrit rryma, o rrit uje, o rrit sot edhe buka. Të nga mytën. Pagesat nuk janë rrit, pensionet nuk janë rrit. Pensionet push, pa rrogat push. Ju shalu kësoj qeverie, sa me që me po qeverinë e re e me punu për këtë shtet edhe për këtë popull, për prezidentierat e shkret, me ka 200 euro me smut e me asis po mujë vitë rrasë përqysh. A për që 14 herë, 15 herë dalin së ontë, veç me marë parë, me ditjet, gjosën të bo. E vërtet, Pa bashkë punu, bashkë shtet edhe popull nuk më një manë popullin. Dohet me ko shteti fort, me punu mirë, me punu me kapacitet naltë, mos me punu me interesa, me mu zhjepat e vetë, e me marë popull në qafë, gjuna i zotit të. E vërtet. E vërtet. Nuk po di tjetër veç shola bashkohen sa ma shpejt këtë qeveri, e bojnë që qeveri, e punojnë. Sot e pash që u rrit buka, pe 50 cent, 60 cent. Pagesat e pleqve, pensionet, rrogat, shtetërore nuk janë rrit. Mos vetë. Çka qytetarët, se gjysa e pensionit pju shkon një pension bukë. Së më del pensioni, me djallë me asikrujem ka te para vitit të rinjë me qikë 3 antar, mos më mjafto pensioni kur që. Rryma, uj, bërlogu, zemja, tatimi, pensioni po shkon. E vërtet. Zdi qa me bo një reqë, për që shto, ja të dërzohen krejt, ja të punojnë për këtë shtet, e për këtë popull, ja për që shtu më shkojnë aty me bo hajgarën parlament. A dohet qytetarët mu organizu edhe me dalë, me ngritë zonin për mes protesta patësore? Pa tjetër do të protestat për të medalë. Sikur në shtetet jashme, një cent ja rrit, a i delje bo halakon, blokon, me në komunikacion, me të ne blokon, atëherë bo dishka, edhe na pa dalë të me bloku dishka zbot. Si që në të në parlament bo hajgarë. Duhet me konë në vend populli, se pa popull, pa bashkim, shteti s'matë. Duhet me punu shumë për me majtë. Ata veç janë të ujnë mushë gjepat e vetë. A përshfryzojnë qytetarë, a përshfryzojnë bizneset, mos përmimin e qeveris, rritjen e çmimeve. Edhe s'mo i përballojnë, për ngojtë një djullë, për të edhe bizneset i kanë të lasht e veta, kanë harqin e vetë, e kanë dojnë me punu ata, se pa bizneset shtetin nuk mahat. Jo, s'mahat. A janë tatimet shumë të larta për biznese? Shumë. Se nëse vazhdon kështu, do të ketë shumë krizë. Do të blokohet krejtë dhe bizneset të të njën, ta që ka me ja mojtëna, ka me shkuna, pa biznesin nuk bënë. Do të punë shumë e fjallë pak. Ta së jënë të bokur që veç jënë të i mushë gjepat e vetë, për që shtu ma mirë të blokojnë, të mërë tjetër kush ndorë, të punojnë, po ta së që dhe të marin, veç me i mushë gjepat e vetë s'kakë. Munda folë. Faleminderit shumë të rujtë zoti. E ju të dashur me që rrini me neve, sepse gjanat e mira i sjellin veç në Kosova Info ju informon për çdo gjë.